€50.000 janë paguar nga Aurel Hoxha alias Aurelinho Kolaveri për të rrëmbyer dhe vrarë 22 vjeçarin Klevis Leshi, krimi ndodhur më 5 gusht të 2020-s. Ngjarja e rëndë u zbulua nga SPAK 5 vite më vonë pas zbërthimit të komunikimeve në Sky SEC. Për këtë ngjarje programi i posaçme ka firmosur 4 urdhër arreste me masa sigurimi arrest në burg. Krimi është porositur në shenjë gjakmarrje për vrasjen e vëllait të tij, Agim Hoxha, në vitin 2012 në Angli. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, ekzekutori i ngjarjes është Sabah Nuzi, i cili është vënë në pranga së bashku me Samet Lokën, ndërsa në kërkim është Aurel Hoxha. SPAK bën me dije se Sajmir Kolaveri është arrestuar në Itali për llogari të drejtësisë tonë. Klevis Leshi u zhduk më 5 gusht të vitit 2020 kur ishte vetëm 22 vjeç në mes të qytetit të Burrelit pas se kishte dalë për të pirë kafe me disa miq të tij. 3 vite më pas, në shkurt të vitit 2023, erozioni nxorri në sipërfaqe disa eshtra të gruposura në fshatin Shpërdhet të Mamurrësit. Pas kryerjes së analizës së ADN-s, u zbulua se eshtrat i përkisin të riu të zhdukur. SPAK bën me dije se nga të gjitha provat e administruara, rezulton se Aurel Hoxha është drejtuesi dhe organizatori i grupit kriminal. Ai dyshohet se ka kryer dhe pastrim të parave nëpërmjet bizneseve që kishte në pronësi. Të ardhurat dyshohet se janë kryer nga aktiviteti kundralishëm i trafikimit të narkotikëve nga vendet e Amerikës së Jugut drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Parat janë investuar në aktivitete tregtare, pasuri të palojshme dhe pasuri të luajshme, këmbimin apo transferimin e pasurive me qëllim fshehjen e tyre. Klevis Leshi ishte i 4 në radhë të familjes së tij që dyshohet se u ekzekutua për gjakmarrje. Ngjarja dyshohet të ketë lidhje me vrasjen që kushuri i tij Arben Leshi kishte bërë në 12 prill të 2012-s në Angli. Ai ishte dënuar me burgim për jetë për vrasjen dhe degjen e trupit të Agim Hoxhës. Arben Leshi u ekzekutua më 15 dhjetor të 2023 në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. Më herët nga radhët e familjes Leshi janë vrarë Xhavit Leshi, babai i Klevis Leshit. Ai u vra më 30 tetor të vitit 2013. 3 vite më vonë, më 15 maj të 2016-s, u vra vllai i tij Heredin Leshi, xhaxhai i Klevisit, u ekzekutua në fshatin e lindjes në Burrel. Në vitin 2017 u mor peng Artan Leshi, djali i xhaxhait të Klevis Leshit, dhe që pra asaj kohe nuk ka asnjë gjurmë të tij.